Haj, peja lule, nuk ka kush me musat. Pa, kam shtu. I lumshin durt aty në djelmoqave të IBC Telekom. Kishin kënë djemë të mrekullueshëm. So i kam bo telefon, pronto për 10 minuta kanë orë. Ja, ma unë kam kënë kja Ahmet, nuk kam guxu me hinë Facebook, as su hapshin fotografi, as kur gjanë dënja. Unë bëgë që flasë me pranverën e kënjaqem, bile pa marrë. Hoj dhe hoj pranverë, na i mushë zemirat plotë me. Keken qef, po që mos me kënë me punë kam shtu, po që e ty thanë, besa mi ka levdu poshtë e nëllë këta djemët, edhe me të vërtet një ashtu ishin të mrekullueshëm, të edukum, mjeshtra, shikja pranverë. Po, një mazit për zuku, ti? Po, e mura vesht, pa më ishte martu zuku, mirë bëllë, jo si ti, që vinë beqaresh, zuku të babot me nipa, me mesa, pa më ka ba për shtypje, aj cuko. Pa që kishte shkruaj për mume, sa e bukur ishte ba. Pa pëse i të shikojon me më ati që unë jam e bukura. Jam e papa qeshi. Pranverej, mas rime menu 2 herë, me u abonu të kompania IBC Telekom. Hajtë se ketë mira shumë. Miru pashe. IBC, së bashku për te limiteve. Me hedherim të thellë lajmërojmë se ndërroi jetë Fadil Rustem Curaj, vjeç 82, i birit të ndjerëve Rustemit dhe Shkurtës, bashkëshorti i të ndjerës Tule, baba i Albonit, Nexhit, Anitës, Barllës, vëllai i Hyrës e të ndjerëve Danit, Faslis, Fifes, Axha i Artanit, Atmirit, Agimit, Mentorit, Olës, Silës, gjyshi shumë nipave dhe mbesave, miku Ibrahimit, Gëzimit, Enverit, dhëndri të ndjerëve Ramiz dhe Agim Banushi, nip nga dajat i të ndjerëve Canit, Gjemalit e Maliq Cufit. Varrimi bëhet ditën e martë me datë 20 janar 2026, ora 15. Presim vizita 3 ditë pas varrimit. Ditën e mërkur, ditën e ajt dhe ditën e xuma. Me respekt familja Alban Curaj. Adresa Culaj, Koplik, Malësie Male. Me hidërim të thellë lajmërojmë se ndërroi jetë File Pal Isufaj, vjeç 82, e bia e të ndjerëve Palit dhe Lules, bashkëshortja e Prek Isufaj, nëna e Ardianit, Agustinit, Kelmendit dhe Rozarta Isufaj, motra e Franit, Rokut dhe të ndjerëve Marashit dhe Prendes, gjyshja e shumë nipave dhe mbesave. Lajmërojmë shok, miq, dashamirë të afërm kudo që ndodhen, se varrimi bëhet ditën e martë, me datë 20 janar 2026, ora 14, në fshatin Nikç, Malësie Madhe, nisja nga salla e pritjes në orën 10:30. Pritja fillon ditën e hënë me datë 19 janar 2026 nga ora 12 deri ditën e martë në orën 10:30. Adresa: Restorant Orlando 2. Me respekt, familja Prek Isufaj. Me dhërim të thellë emërojmë se ndroi jetë në Itali File Gjon Rukaj Bunjaj, vjeç 75, e bie të ndjerëve Gjon Lucës e Prend Bunjaj, nëna e Leonardit dhe Kelmendit, motra Diellës dhe Hanës dhe të ndjerëve dedës e Nikës, vira e Mimozës dhe Laurës, gjyshja e Rikos, Emanueles, Miriamit, Alesios dhe Aurorës, halla e tezja e shumë nipave dhe mbesave. Pritja e përcjellja bëhet tek salla e funeralit Tamar nga dita e martë
Varrimi bëhet ditën e mërkurë, datë 21 janar 2026 në orën 14 në varrezet e familjes Rukaj, Tamare. Me respekt familja Rukaj, adresa Tamare Kelmend, Malësi e Madhe. Me drim të thellë emërojmë se ndrojet Lula Shtom Nërhati, vjeç 88, i birit e ndjerve Tomës e Toles, bashkëshorti Tonës, baba i Nestit, Emilianit, Martinit, Gjetos, Zogës, Lirës, Luizës e të ndjerit Markut, vllai Marijes, Lizës, Vitorës e të ndjerve Zefit, Kolës, Lugjes e Katrinës, gjyshi i shumë nipave dhe mbesave, daja i shumë nipave dhe mbesave, vjerri i Violetës dhe Elenit, agja i Vitalit, Dritanit, Robertit, Julianit e Klotildës, kushrini Prek Kastratit, Gjovalin Kastratit, Orlando Tafilit e të ndjerit Tonin Tafilit, dhëndrit të ndjerit Fran Luk Narkaj. Pritja dhe përcjellja bëhet tek salla funeralit Pietroshan. Ceremonia varrimit bëhet ditën e martë, datë 20 janar 2026 në orën 13. Me respekt familja Nesti Nërhati, adresa Pietroshan, Malësi e Madhe. Me dërim të thellë emërojmë se u nda nga jeta Zhivo Luco Velo Rajqević, vjeç 71, i birit të ndjerve Velo dhe Dane Rajqević, bashkëshorti i Verës, baba i Slagjanit, Manjolës dhe Mirsadës, vjerri Davides, gjyshi Daja dhe agja i shumë nipave dhe mbesave, vllai Stojos, Desës, Stalinka dhe i të ndjerit Gjokos, kunati Slavkës dhe Ulit, djali i agjës Bozhos, Nikos, Slobos, Brankos, Blagos dhe Veselinit, nep kadajat i të ndjerit Vaso Ilo Marashaj, dhëndrit të ndjerit Velko Vasil Banushi, miku i Kristo Ajković dhe Fred Miculit. Varrimi bëhet ditën e mërkurë, datë 21 janar 2026 në orën 13. Pritja dhe përcjellja bëhet tek salla e pritjes Jubic tek kisha. Varrimi bëhet në varrezet e fshatit Kamic. Ne familja e tij presim vizita 2 ditë pas varrimit të ejt të primt. Me respekt familja Slagjan Rajqević, adresa salla e pritjes Jubic tek kisha, Malësi e Madhe. Me rastin një vjetorit të ndarjes nga jeta të njeriu ton të dashur dhe të paharruar, Ndue Ded Ulaj, e kujton familja bashkëshorti i Lenës, baba i Çesk e Mirela Ulaj, vjerri i Artemisa Hasani, gjyshi i Jordanit dhe Gjasonit, vëlla i Luviqit, Ejlit, Palokës dhe të ndjerës Gjelina, dhëndri Kolgjon Musa, miku i Kimet Hasani. Në këtë ditë Nduen e dashur e kujtojnë nipat, e mbesat dhe të gjithë të afërmit kudo që ndodhen, kushërin, miq e dashamir. Shpirti i tij pushof në paqe. Presim vizita ditën e ejt me datë 22 janar 2026 nga ora 8 deri në orën 12. Pa shpërblime. Me respekt familja Çesk Ulaj. Adresa: pritja bëhet tek lokal Orlando tek kolaudimi. Me rastin e një vjetorit të ndarjes nga jeta të nënës tonë të dashur, Liz Ded Turmalaj, me mallë kujton bashkëshorti Pietri, me mallë mërzi, nënën e dashur e kujtojnë djemt, gëzimi me fëmijë, Renato e Valeria, djali i Gjergji me bashkëshorten Diliana dhe vajzën Gjorgjana, me mallë mërzi e kujtojnë nënën e tyre të dashur, vajzat Roza me familje, Angja me familje, Gjystja me familje, me mallë mërzi e me dhimbje në zemër, nënën e tyre të dashur e kujtojnë vajzat Ana dhe Mariana, motrën e tyre të dashur e kujtojnë vëllezrit Luka me familje, Gjovalini me familje, motra Diella me familje, motra Lena me familje, motra Flora me familje. Me mallë kujtojnë dhe familja motrës së ndjer Shaqe. Me dhimbje kujton kunatën e tij, Pali me familje. Me dhimbje në këtë një vjetor e kujtojnë familja kunatit të ndjer Nua. Me dhimbje kujton dhe familja kunatës së ndjer Mri. Lizën e kujtojnë kumari e shoqëri, i përreqën qoftë kujtimi juaj nëna jon. Presim vizita ditën e 8, datë 22 janar 2026 nga ora 8 deri në orën 12 pa shpërblime. Me respekt familja Pjetër Zef Turmalaj, adresa Ndreca i Bajs, Malësi e Madhe. Me rastin një vjetorit të ndarjes nga jeta të njeriu ton të dashur, Tereze Palok Sterkaj, me shumë mallë kujton Terezën vëllezrit, Simoni me familje, Altini me familje. Me shumë mallë kujtojnë motrat Zoga me familje, Flora me familje dhe Lena me familje.
E kujtojnë me shumë mall djemtë e Axhës me familje, me shumë mall kujtojnë gjithë fare fisi. Presim vizita ditën e mërkurë me datë 21 janar 2026, nga ora 8 deri në orën 12, pa shpërblime. Pritja bëhet te shtëpia. Me respekt familja Simon e Altin Sterkaj. Adresa Dedaj Stërkuj. Hidroteknika TLD, lider në cilësi për produktet e saj të importuara nga Italia, i ofron tregut materiale të ndryshme termohidraulike, si kaldaja me gaz për sisteme ngroje, dushe me gaz, depozita gazi, radiator alumini të gjitha dimensionet me ujë dhe energji elektrike, pompa ujë, zhytëse dhe sipërfaqësore, rakorderit dhe pajisje për impiante gazi, panele diellore, depozita ujë për sistem ngroje ftoje, oxhak dhe shprehta me dru sistem kaldaje, oxhak me ajër, stufa me dru dhe pelet. Na vizitoni në dyqanet tona, magazina qendrore në Bachallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave, dyqani në Tiranë, në Unazën e Re, 500 metra larg nga sheshi Shqiponja, dyqani në Shkodër, në lagjen Xhabie, përballë Argentit. Hidroteknika e TLD ofron panele diellore, greke dhe italiane, me qarkullimin natyral dhe të forcuar. Panelet janë të kapaciteteve të ndryshme, 200 dhe 300 litër për përdorim familjar, si dhe me kapacitete më të mëdha për hotele, restorante, pishina e të tjerë. Secili nga panelet shoqërohet me 5 vite garanci. Mund të na vizitoni në magazinën qendrore në Bachallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave, në Shkodër përballë Hotel Argenti, si dhe në Tiranë tek Unaza e Re në Astir. Mobileri Fredi. Mobileri Fredi sjell risi me elektroshtëpiake cilësore. Nëse doni të arredoni shtëpinë tuaj, Mobileri Fredi ju ofron lloje të ndryshme të mobiljeve nga koleksioni më i ri. Mund të gjeni produkte plot arte dhe fines, si komplete divanesh dhe kënde me dizajn unik dhe klas, modele klasike dhe mbretërore, si dhe bën provimin e mobiljeve të ndryshme si pas dëshirës dhe përmasave të ambientit tuaj. Tek ne do të gjeni minibare dhe tavolina buke, të gjitha produktet cilësore italiane. Guzhinat të gjitha llojeve. Ne ju ofrojmë dhe dhoma gjumi moderne, klasike, të ndërtuara me mjeshtri nga inxhinierët tanë të mobilimit. Tek ne do të gjeni produktet me materialet më cilësore në treg dhe me çmime të arsyeshme. Mund të na gjeni në 2 filiale, gjithmonë pranë klientëve për shërbim dhe korrektësi, ku për më shumë informacione na kontaktoni në numrin e telefonit 067 30 21 690. Adresa Rruga Nacionale Shkodër Tiranë, kilometri i 6 Beltoj, dhe tek filiali i 2 në Rus. Ju mirëpresim.
confessa, amore mio, io non sono più il solo, l'unico, hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero. Mobileri popullore. Tek mobileri popullore do gjeni poltrona dhe këndet të gjitha llojeve. Gjithashtu do gjeni dhe dhoma gjumi për të rritur dhe fëmijë, tavolina buke dhe mesi, si dhe shumë orendi të tjera me shumicë dhe pakicë. Mobileri popullore sjell një ofertë për ju për çdo blerje të një kompleti divanesh do keni dhuratë një tavolinë. Tek mobileri popullore mund të bëni poltrona me porosi sipas dëshirës tuaj. Gjithashtu ju ofron dhe transportin e garantuar. Mobileri popullore ofron kompensimin e divaneve me të rinj me vlerën 20 deri në 40%. Tek mobileri popullore mund të bleni dhoma gjumi sipas dëshirës tuaj. Adresa të kryqëzimit tek Prekcali ngjitur me Ishdegën ushtarake Shkodër. Qendra Fizion. Nëse po kërkoni për një diagnozë të saktë dhe një trajtim të sigurt, Qendra Fizion ju vjen në ndihmë me një eksperiencë shumë vjeçare dhe me një staf mjekësh të huaj dhe fizioterapistësh të kualifikuar në vendet europiane. Duke ju mbajtur larg ilaçeve të panevojshme dhe operacioneve të kushtueshme, ne kemi vërtetuar që jemi qendra e fizioterapisë më e sigurta dhe më e suksesshme në veri të Shqipërisë. Tek ne ju jeni në duar të sigurta. Klinika jon mund të bëjë një ekzaminim të saktë të gjendjes tuaj. Pas vlerësimit fizioterapistët zhvillojnë një plan unik për diagnozën tuaj, duke përdorur aparaturat dhe metodat më të fundit të certifikuara nga organizata botërore e shëndetësisë. Diagnozat që trajtohen në klinikën tonë janë hernje diskale, dhimbje koke, qafe dhe shpinde, spondiloartrozat, dhimbjet e shpatullës, legenit dhe gjurit, dhimbjet e thembrave, bursitet e shpatullës, paralizat, deformimet e kolonës tek fëmijët dhe të rriturit, skolioz, kifoz, dëmtimet sportive, kontrakturat muskulare dhe trajtimet post-kirurgjikale. Mirë se vini në klinikën tonë, tu do gjeni zgjedhjen e problemeve tuaja. Mund të na telefononi në numrin e telefonit 069 75 62 62 6 ose mund të na gjeni në adresën përballë Mërkatës Rus, Shkodër. Qendra Fizion, ne ecim në hapat tuaja.